Sot në fokus kemi zhvillimet e fundit politike në vend, vendimin e gjykatës kushtetuese, çështjen e presidencës, si dhe hapat që pritet të ndërmerren në vazhdim. Për këto tema dhe për qëndrimin e Partisë Demokratike të Kosovës, Kosova Info ka realizuar një intervistë me Xhavet Halidin nga radhët e PDK-s. Përshëndetje, si vëllai, faleminderit shumë për kohën. Përshëndetje. Si e keni pa vendimin e gjykatës kushtetuese rreth presidencës? Po shprit një vendim i parafort, variantin që presidentja e ka nxjerrë vendimin pa kompetencë, domethënë, është në shkelje të kushtetutës, edhe pse në vendim nuk është shkruar. Andaj tani ka dhënë një gjykata kushtetuese ka dhënë një kohë e cila duhet shfrytëzohet nga partitë politike, e veçanërisht nga vetëvendosja, që të komunikojnë me njëri tjetrin dhe të përcaktohen për një emër i cili duhet jetë presidenti i Kosovës. Në qoftë se jo, atëherë e ka dhënë edhe zgjedhjen tjetër që mas ditëve të përcaktuara me vendim, duhet të shkruhet në zgjedhje. Tani, lind pyetja, a është gjykata kushtetuese kompetente për të shpallë zgjedhjen? Jo. Nuk e di se si do të zgjidhet, por me qenë se presidentja dhe gjykata kushtetuese nuk kanë nxjerrë një vendim që e penalizon për shkeljet kushtetutës presidentën, atëherë presidentja e kryen mandatin me 5 prill dhe ushtruesi i detyrës bëhet kryetari ose kryetaria e parlamentit aktualisht për një kohë të caktuar, nëse nuk operojnë variante të tjera për ta shtyr procesin e zgjedhjeve. Kjo është ajo që mund të ndodhë. Partia Demokratike e Kosovës, çfarë hapa ka me ndërmarrë pas këtij vendimi? Çfarë ka me bë Partia Demokratike? Partia Demokratike është për deklaruar që ne jemi për të gjithë një emër për president. Ne do të kontribuojmë që të gjendet një president. Vetëvendosja duhet të hulumtojë dhe duhet komunikojmë me partitë politike, dhe jo në variantin gjene ju se unë jam dakord. Është absurd ajo, siç deklaruar tha dikush Albini që le të merren vesh këto dy partitë më thonë në zveti ta gjejnë një dhe unë jam dakord. Kënë kanë gjetë. Pra presidenti janë rregullat e përcaktuara me kushtetutës si zgjidhet dhe të kalojmë procesin. Është edhe një kërkesë permanente që është edhe nga vendet e Bashkimit Evropian dhe nga SBA-t që zgjedhin në presidentin dhe vazhdojnë punën. Tani shohim, tani ka filluar një betejë e re. Brenda për brenda subjekte politike, ne do ta shqyrtojmë mundësinë e një kandidati ndoshta nga Partia Demokratike, do t'ja propozojmë me siguri që edhe të tjerëve, por unë mendoj që në këtë rast propozimet e njënës ose tjetrës parti janë problematike për të detyruar dikën me votu, por unë besoj që do duhej të ketë një tryezë partive politike të përditshme të ulen, ngjashëm siç ndodh për shembull në vendet caktuara demokracisë, ku bisedohen disa emra dhe përcaktohemi për një emër. Besoj që në Kosovë ka mjaft emra të cilët janë përshtatshëm dhe mund të kryejnë rolin e presidentit, pa e damtu asnjë në parti dhe pa nuk ka asnjë parti, por që zbatojnë ligjet, kushtetutën e vendit dhe
këtë farë konsenzusin politik të partive politike të Kosovës. Duke u bazu në rrethanat se qysh po shkon, a është më shumë vendi afër zgjedhjeve apo mundësisë? Nuk di, varet nga vendimet e partive politike, të grupeve parlamentare, veçanërisht e vetëvendosjes, a do në vazhdu me lojën që ka bërë deri tash, mi bazën e asaj si e kam fuqin kryesore në vota, apo dëshon me zgjedh presidentin. Nëse dëshon me zgjedh presidentin, atëherë duhet, mendoj, janë dy rrugë. Rruga e parë mund të jetë për bisedu për një koalicion të mundshëm, të gjerë ose të ngusht, edhe në qeveri, edhe me përzaktu për presidentin. Rruga e dytë është që tulen të gjitha partitë dhe ta gjenin një kandidat. Si e keni vlerësu ju rolin e Vjosa Osmanit si presidente? Po s'kisha me Vjone, e ka kry mandatin, tani është ndaj që s'është në punën timen, nuk është kërë me folë të fund mandatit. Nuk kanë folë edhe gjatë kohës sa ka qenë mandat, kështu që nuk e kontestoj që ajo është përpjek në bërë, diçka, por rezultatet i ka pas minore. Çfarë mesazhi po përcjell kjo gjendje të ndërkombëtarët, kjo krizë? Çfarë mesazhi po jep andaj që s'po mundën mu marrë vesh zgjedhje? Kanë këto vendet e demokracisë kanë pas probleme të tilla. Puna është që ne kemi një vjet e gjys krizë. Nëse vazhdojmë me krizë edhe 6 muaj dhe 7 muaj, atër bëhen 2 vjet. Dhe përgjegjësia është jona, përgjegjësia është dhe domi është i Kosovës. Tani duhet të zgjedhim mes asaj, a duhet me arrit të një marrëveshje për me zgjedh presidentin dhe me i funksionalizu institucionet e Kosovës, apo duhet t'i përvojmë edhe herë elektoratin edhe të shkojmë zgjedhje të reja. Është çështje që unë nuk mund ta jap formulën kësaj. Një formulë që është me shumë të panjohur, ama së pari lidhur me qëndrimet që kanë partitë politike, lidhur me qëndrimet që ka vetëvendosja, dhe dihet që vetëvendosja është orientuar dhe po dëshon që të gjitha pushtetet me i marrë e vetë, që shohim çfarë po ndodh. Për këtë arsye ka ndodhur që se ka bërë propozimin e Vjosës. Jo, nuk e besoj. Mendoj më shumë ka qenë problemi i konkurrencës ndaj njëri tjetrit, kush është më i rëndësishëm, dhe politikisht mendoj që kanë pas dallime për qëndrime politike të shtetit. Kanë pas dallime njëri me tjetrin. Vjosa është përkthyer pak a shumë nga përëndimi për shkak të qëndrimeve të saj publike, jashtë kur ka dalë. Ndërsa kur është kthyer mbrana është dashur u përshtat pak a shumë qëndrimeve të qeverisë, kështu që kjo nuk don shumë kohë për ta marrë vesh dhe për ta kuptuar se çfarë ka ndodhur, por po besoj që ky dualizmi politik në qëndrimet e presidentit Kosovës e ka nervozuar dhe kryeministin. Dhe prandaj ka pas mosmarrëveshje. Faleminderit shumë për kohën. Faleminderit për ju.